Presioni për të integruar po rritet. Një figurë e madhe e FPO-s kërkon rregulla më të rrepta për azilin, pasaporta vetëm pas 15 vitesh, vetëm me njohuri të shkëlqyera të gjermanishtes dhe së pari në provë. Në vitin 2026 në Austri do të zbatohen rregulla të reja për ata që kanë të drejtë për azil, ata që nuk ndjekin kurse gjermanishteje ose dështojnë në provime duhet të presin shkurtime në përfitimi social. Plani konkret i qeverisë, programe integrimi të detyrueshme me fokus në gjuhë, punë dhe vlera, raporton portali Mërgata. Vetëm pjesëmarrja në kurse nuk është më e mjaftueshme, provimet përfundimtare janë të detyrueshme. Në rast shkeljesh ekziston kërcënimi i sanksioneve, siç praktikohet tashmë në Austrinë e poshtme dhe të epërme. Atje për shembull, përfitimet sociale do të shkurtohen deri në 50%. Udhëheqësi i shtetit në FPO, Manfred Heimbucher, gjithashtu bën thirrje për një shtrëngim të rregullave të shtetësisë, nuk është një dhuratë, jo një akt i thjesht administrativ, por qëllimi përfundimtar i një procesi të suksesshëm integrimi. Ai këmbgul në reforma të gjëra. Shtetësia austriake është një nga setet më të vlefshme që vendi ynë ka për të dhënë, tha ai. Procesi naturalizimit duhet të jetë gjithashtu përkatësisht i kërkuar. Në vend të 10 viteve, siç është aktualisht rasti, ata që kanë të drejtë për azil duhet të lejohen të aplikojnë për shtetësi vetëm pas 15 vitesh dhe pa përjashtime. Meqense autoritetet austriake nuk u lejohet të marrin informacione nga vendet e origjinës së azilkërkuesve, ai ka thënë se është e paqartë nëse dikush ka qenë kriminal në vendin e tij të origjinës apo ka pasur tendenca ekstremiste. Zgjidhja e tij, një shtetësi me kusht. Ata që naturalizohen duhet të mbajnë pasaportën e tyre vetëm për 10 vjet përkohësisht. Nëse ka glorifikim të terrorizmit ose veprime të njëanshme gjatë kësaj kohe, shtetësia mund të revokohet. Përveç periudhës së pritjes dhe modelit të gjyqit, Heimbuchner gjithashtu bën thirrje për aftësi të detyrueshme të gjuhës gjermane në nivelin B2. Për më tepër, udhëheqësi i Shtetit Blu është në favor të kurseve të detyrueshme të shtetësisë. Kushdo që nuk merret në mënyrë aktive me vlerat austriake nuk do duhet të ketë drejt për pasaportë. Ai është veçanërisht kritik ndaj islamistëve radikal. Ata duhet të privohen nga shtetësia e tyre nëse janë naturalizuar tashmë dhe tërheqin vëmendjen përmes aktiviteteve ekstremiste.